Kemi pasur kërkesa, besoj se cili prej nesh, për bileta, vetëm 10.000 diçka persona i zë shqiptar në Fadil Vokri, do t'jetë një numër i kufizuar edhe për tifozët turq që do t'jenë në stadium, që i bie 1.000 shqiptar do t'kenë fatin të jenë në stadiumin Fadil Vokri të martën. Kushtrim dhe mirë është bashkë me ne në studio. Mirë mirë se edhe kushtrim. Faleminderit për ftesën. Si me gjetë bilet për me pa ndeshjen Kosovë-Turqi? Është shumë lehtë. Po mënoj, i ftoj gjithë që të vinë sheshin Zahir Pajaziti. Të jenë prezent. E ndëgjojnë atmosferën edhe shohin. Po, akoma prej aty që për shkak të interesimit jashtëzakonisht të madh, kemi edhe në bashkëpunim edhe me Komunën e Prishtinës, Federatën e Futbollit Digital, Binart Motion, kemi bërë të pamundur që edhe të martën të jemi në 3 sheshe. Për shkak të interesimit jashtëzakonisht, do të jemi në sheshin Skënderbej, do të jemi mbi pallatin e Rinis dhe si fan zone për orës 12 do të jemi në sheshin Zahir Pajaziti. Që kuptohet që sheshi Zahir Pajaziti do të jetë si epicendra e këtij festës zyrtare, ta quaj ashtu, të këtij momenti historik për futbollin dhe për gjithë kombin anën banë. Po do të jemi nga ora 12, do të përgatitur me një skenografi gjigante, e cila po besoj këtij rrugtimi nuk ka filluar tash, ka filluar qysh për vitin 2012, kur atëherë kemi pas në shesh na 50 vet, 100 vet, po kemi besu deri në këtë rrugtim sepse kemi mësuar gjithë qytetarëve, të gjithë ata që smunden me qenë stadiume, që tash një numër nuk po besoj që në 7 stadiumit i kish pas 100.000 ulse, kishte me qenë plot, po sidoqoftë jemi përgatitur që t'i ofrojmë gjithëve një ndjenjë që nuk përsëritet më. Kjo është një moment historik i gjithë neve, që po besoj do të shndrohet kryeqyteti qysh i ka hije në një metropol për një fest historike, ta quaj ashtu, që edhe pas kuptohet edhe pas fitores, që unë besoj që do të jetë një fitore shumë e madhe historike, të jetë një fest zyrtar në sheshin Zahir Pajaziti.